Ardi, po detyra duhet rëzuar sot në fillim të orës. E di, po e bëj tani. Tani? Mos u shqetësonim, do ta bëj shkelje shkoje dhe mbaron puna. Pikërisht, kjo është problemi. Ti gjithmonë e bën punën shkelje shko. Rëndësi ka ta dorëzoj, cilësia është çështje filozofike. Fletorit mbi tavolinë. Ardi, a e ke zgjitur ushtrimin 4? Po, afërsisht. Afërsisht nuk është përgjigje matematike. Hajde këtu. Tani mësuesja ti futi të dy këmbët në një kaput. Do ta ribësh të gjithë detyrën dhe do ta sjellësh nesër me patjetër. Për sot po ta fal. Ja pra, vetëm se e bëra punën shkelje shkoje pësova. Për të dalë mirë, duhet i vësh gjoksin punës dhe jo bish detyrave. Po të kishe punuar dje, s'do ishte sot në këtë situatë pra. Punën e sotme mos e lër për nesër. Më mirë po shkoj në shtëpi të filloj me njëherë, po këtë herë pa filozofi. Kjo është banka ime, që ku kemi filluar shkollën, ose siç thot gjyshja ime, që në kohën e baba Qemos. Po pra, me gjithë qemën dhe baban e ti, po unë ula e para sot. Nuk funksionon kështu mirë kuptimi dhe toleranca në klasë. E po sot jam unë kryeministre bankës. Ju po zjeni për 5 parë spec. Nuk jam 5 parë spec. Ky është një parim. Si thot populli, kush mungoj bloj, pra unë kam ardhur më shpejt dhe e kam zënë. Unë nuk lëviz. Shikoj si rri, 10 gjebosur, bishtin përpjet. Si the? Qetësi, po hyn kujdestarja. Çfarë po ndodh? Ajo më zuri bankën. Për një bankë po bëni këtë zhurme? Po sikur t'ju ndaj të dyjave nga banka e fundit? Jo, mund ta ndajmë. Po, mund të rri në cep. Ja pra, një betejë për 5 parë spec. Në jetë ka gjëra më të rëndësishme si një bankë. Mirë, por nesër vi më herët. Unë the më mirë flisonte në klasë dhe nuk ka nevojë fare të vishe para. Denis, sot fillojmë palestrën, ora 5 e mbasdites. Patjetër, këtë herë jam serioz. Këtë e kam dëgjuar edhe javën e kaluar. Jo, tani jam i vendosur. Punët e mia bëhen avash. Nis, e hapa kek. Jo, jam në regjim. Ti në regjim, kur të zbardhet penda e korbit. Pse kaq pesimiste? Se çdo herë thot, filloj nesër dhe ma bie në majtë të hundës duke kërkuar ëmbëlsira në mesnatë. Mos më nxirr sekretin publikisht. Kujdes Denis, po na le me goja hapur me gjithë këto printime. Jo këtë herë, po nisem tani. Po palestra? Po shikoj video motivuese. Video? Po ti s'do të lëvizësh nga divani. Mirë, unë po iki. Kur të vendosesh seriozisht me telefonon. Mirë, ndoshta nesër. Kur të zbardhet penda e korbit. Lësho, është banka ime historike. Sot është banka ime republikane. Po çfarë ka kjo bangë? Wi-Fi të fshet? Le ta nisim tani sipas rregullores. As telefona nuk përdorim më. Është strategjike, afër dritares. Unë erdha e para. Po, u zgjove sot me alarm të nasës. Po zjeni për 5 parë spec. Nuk jam 5 parë spec, është çështje nderi. Nuk lëviz. 10 gjebosur, bishtin përpjet. Çfarë the? Çfarë po ndodh këtu? Drame pike për një bank druri. Të dyja në bankën e fundit. Jo! Ja pra, betej me llafe për 5 parë spec dhe përfundim tragjik. Nesër vi në 6 të mëngjesit. Denis, sot palestra, 5 e mbasdites fiks. Jam gati, nga sot jam njeri i ri. Denis, do pak? Jo, jam në regjim. Ti, këto prendimet e tua realizojnë fiksi si shpreja, kur të zbardhet penda e korbit. Mos e nënvlerëso, ka vendosur seriozisht. Po ai ma bie çdo ditë në majtë të hundës me nga nesër filloj. Po ai ma bie çdo ditë në majtë të hundës me nga nesër filloj. Këtë herë është ndryshe. Po palestra. Po shikoj video motivuese. Aha, faqe sholl, po e bën që nuk pran prentime. Hajde ngriu. Po pres momentin e dur, energji. Kur të zbardhet penda e korbit. Në një shkollë, shumë të zakonshme, ndodhi diçka e pazakontë. Shpejt frazeologjike u lodhën duke u përdorur gabim dhe vendosën t'i hapin gjyq. Hapet gjyshi i madh i klasës së 9 të pandeurit, Ardi, Sara dhe Denis. Akuza keq përdorim dramatik i shprehjeve shqipe.
Ardi, akuzohesh se e bën gjithmonë punën. Si? Unë jam gjeni kudo. Minimalist, ti shkruan 3 rreshta dhe I quan ese. Ardi, çfarë shkrove në test? Përgjigja është relative. Në matematik? Vendimi, Ardi do ta bëj punën me kujdes, sepse mendja e madhe është e keqja e të Zot. Uzun për 5 pare spec. Sara, akuzohesh për një konflikt dramatik për një bank druri. Te bank strategjike. 1. Po, kishte pamje panoramike nga dritarja. Pse u zut? Sepse është parim. Parimi që lidhet për 5 pare spec? Kërkoj të shpallet dita kombëtare e bankës. Kur të zbardhet penda e korbit. Denis, akuzohesh për premtime sportive të pambajtura. Unë po merrem këto kohë me përgatitjet intelektuale. Ai po stërvit gishtin për televizor telefoni. Kur do ta fillosh palestrën? Nga nesër. Kur të zbardhet penda e korbit. Dhe korbi vazhdoi të ishte I zi. Dhe kështu në atë klasë të zakonshme, nxënësit kuptuan se shprehjet nuk janë thjesht fjalë. Janë mësime të fshehura me humor brenda. Vendimi përfundimtar. Të përdorin me mençuri, të mos bëhet puna shkeleshko, të mos jemi për 5 pare spec, dhe premtimet të mos jenë si penda e korbit. Sot, në këtë festival madhështor, shprehjet frazeologjike kanë vendosur të rebelohen, sepse nxënësit I përdorin pa kuptim. Hapet seanca, të thirrjen të pandeurit. E bën punën shkeleshko. Ardi, akuzohesh për detyra të punuara shumë keq. Unë jam artist. Punoj me frymëzim me imagjinatën. Krijimet e mia janë art botëror. Frymëzim, ai shkruan 2 fjali dhe pushon për të luajtur një lojë. Çfarë shkrove në ese? Tema është shumë temë. Ky është krim gjusor. E bën punën si? Uzon për 5 pare spec. Është banka ime. Jo, e imja. Për çfarë po ziheni? Për një bank me histori të reditore. Pra, për 5 pare spec? Shikojeni, Diezje Bosu, bishni për pjetë. Stërvitja që s'filloi kurrë. Nga sot filloj palestrën. Unë jam prova e gjallë që ai s'do filloj kurrë. Kur do fillosh? Nga nesër. Kur të zbardhet penda e korbit. Unë jam I zi prej shekujsh. Drasa e kalbur. Kujdes, drasa e kalbur. Ua! Ja çfarë ndodh kur vepron pa menduar. Dhe pastaj thot, nuk e dija. Rëmuj festive. Mjaft, shprehjet tona janë pasuri. Nuk janë për dram bankash e premtime divani. Le t'i përdori me mend, me humor dhe pa shkelur në drasë të kalbur. Rof gjua shqipe!